Mirë, do të flasim përse përket kësaj pragmarrëveshje mes Kievit dhe Moskës, drejt për drejt do të më bashkohet në këtë bisedë Genc Burimi, gazetar analist. Burimi, të përshëndes, faleminderit që jemi na. Po e përshëndetëm. Burimi, të ardhmen e Donbasit dhe centralin bërthamor të Zaporizhjas i kanë cilësuar si dy çështjet kryesore të kësaj marrëveshje, pra i dërguari amerikan Kellogg. Sa afër mund të jetë realisht zgjidhja? Pas ka qenë afër deri tani, pra me shanse shumë pakta, sepse është shumë vështirë nga ana e ukrainasve që ti bëjnë të gëlltisi popullit tyre faktin që të lëshojnë territori që s'ti kanë humbur. Se këtu bëhet, kur thot Kellogg, jemi ke 10 metrash i fundit, cili është? Është që ti thuhet Ukrainës që ti këtë tokë s'te ke humbur, por lëshoje. Këtë amerikanët e kanë vështirë të kuptojnë që nuk mund të paranohet kjo. Po dhe sikur të paranohesh kjo, pas e vjen mbrapa, edhe por lëshua që nuk e besoj. Edhe sot duhet dhënë edhe shefin e Sirski, shefin e shtetit përgjithshëm madhor Ukrainës, përveç Kelloggut, që ai thotë që kemi vjedhur shumë gjak, që maksimumi që mund paranojmë është që të ngri fronti tek vija aktuale e frontit, por jo të japim çfarë kemi humbur. Po dhe sikur të jepesh kjo. Imagjinoj që ka një presion kaq të madh amerikan, dhe ukrainës që paranojnë të japin to 20-30 kilometra në thellësi të Donbasit, të Donetskut, që i lëshojnë Rusisë pa i patur humbur. Edhe sikur të ndodhet kjo teorikisht, vjen një tjetër mal bllokimi mbrapa, çfarë garanton se Rusia nuk do të mëj prap. Pra vjen ato të famshmet pyetje në lidhje me garantinë e një plani paqeje. Që edhe kjo sot është e pamundur sepse Rusia s'do as një Ukrainë NATO, nuk do as trupa perëndimore në Ukrainë, por si do garantohet. Pra më duket jemi ende shumë larg ndaj një paqe të vërtetë. Ndërkohë që edhe Ukraina nga ana tjetër, a do të dorëzohet në lëshimin e këtyre territoreve? Pra, Rusia ka kërkesat e saj, nuk do as NATO-n, por është edhe lëshimi i territoreve për cilën në fund të ditës është bërë gjithë lufta përgjegjë gjithë këtyre viteve. Jo, sot nuk Ukraina nuk do të dorëzohet, se kjo është kapitullim, dhe prandaj nesër ndodhet në Londër Zelenski me kratë të 3 fuqive të mëdha europiane që janë Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania. Pikërisht edhe të doja ai këto fuqinë nuk e lëshojnë. Nuk pranohet sepse janë këto dy poshtërime, poshtërimi i parë që të lejojë territori, të lëshojë territori që si ka humbur. Tashmë që i marrin territori që i takojnë Ukrainës, po të lëshojë territori që si ka humbur, logjikisht s'ka logjik. Poshtërimi i dytë është që pranon në shkuaj po dhe garanci sigurisë, dhe poshtërimi i tretë që si mi thënë, është që Amerikanë dhe Rusë duan në fund fare pastaj që Ukraina jo të t'i lëshojë territorin, por t'ja njohë ligjërisht që i përkasin Rusisë. Pra sot debati nuk është më sot do për ne apo do për Ukraina. Debati sot është edhe një herë më gjerë, është shantazhi amerikan ndaj Europës. Kjo po duhet sot. Pra jemi në një lloj aleance ruso-amerikane kundër Europës që kush do imagjinonte. Si e ke parë Europën? Si e ke parë të përfshirë Europën deri në këto momente? Pra pse është bërë një aleancë e tillë? Europa nga një anë dhe nga ana tjetër Rusi Shtetet e Bashkuara. Siç e tha dhe Macroni që u dhanë të përgjimet, që i dha shtypi gjerman, Amerika na ka trasuar, ti të fjalë nuk ka. Europa në rast është viktim. Mund të mendoni Gjermania, që i besoi gjithçka shërbave, a Gjermani që u shpëtua nga Kennedy-a kur sa jam një berlinez, në kohën që Bashkimi Sovjetik i kishte rrethuar dhe do të rrinte pa bukë dhe pa ujë. Berlin dhe që ajo ura ajrore amerikane që shpëtoi, kush mund ta mendonte se në 2025-ën amerikanët do bënin pakt me djallin. Këtë fjalë nuk ka. Pakt me djallin në kryesë të Evropës. Kjo është një rrugë e dobët të sa dhe vetë Meloni po zgjohet.
Kjo është edhe arsyeja burimi që Europa është skeptike, se Europa është skeptike ndaj këtij plani për armë pushim dhe është disi mosbesuese. Pse është mosbesuese? Skeptike dhe mosbesuese janë fjalë të lehta. Europa e refuzon këtë plan. E refuzon. Sepse mbas Ukrainës vjen Evropa. Të paktën sot Ukraina po shërben europianëve si transhe e parë. Gjatë kësaj kohe europianët por armatosin, duhen 2-3 vjet kohë, të paktën nga ana satelitore, që të kemi një autonomi ndaj amerikanëve, se amerikanët aty na bajnë sot neve. Ne europianët, gjithë europianët sot. Amerikanët sot na bajnë nga ana satelitore. Nuk kemi ai satelit që të kemi aq shumë informacion. Por nga ana tjetër, amerikanët arrin, nuk është gjë e madhe. Bombë bërthamore kanë ata, bombë bërthamore kemi edhe ne. Ka dhe Franca dhe Britania e Madhe. Ata janë 350 milion banor, ne jemi 500 milion banor gati në Europë. 450 milion. Ata shpenzojnë 900 miliard dollar në vit për mbrojtjen, në Evropë të gjithë bashkuar nuk është larg 400-500 miliard, që nuk është gjë e pakët. Problemi është se nuk e besonim që është një çift që një antar i çiftit të prisje të braktis pa të paralajmëruar. Kjo po ndodh sot në Evropë. Që Europa sot duhet në asnjë mënyrë që Ukraina të bjerë, të afirmos këtë paqe, sepse pas Ukrainës, pastaj ai të fillojë me Evropën. Ai, i famshëm Putini. Pra rrezikohet siguria e Europës me këtë marrëveshje? Totalisht. 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 Edhe nëse ai mbaron këtë luftë sot me Ukrainën, që është një falimentim, një kapitullim për Ukrainën, ai mbrapa të fillojë të provokojë të shkojë në vendet balltike. Problemi është se neve Trumpi, për ne thot Trump, për ne Trumpi neve na Trump. Trumpi thot një gjë shumë, s'ka të fjalë, e ndyrë, shumë e ndyrë. Të arritë të thotë që po të luftë, unë nuk ndërhyj. Domethënë, ai Donald Trump sot thotë që ne në 5 të NATO-s nuk e njeh më. Ndërsa thotë deri 2007 ne do të rriqemi. Pra nuk ka as NATO më sot. Të NATO-ja është 75% amerikanë, 25% europian. Ai sot po na kërcënon neve që ose binduni në europian, ose binduni, ose dhe juve mbrapa do të sulmoheni. Kjo është e qartë. Prandaj e bërë sot. Kush e mendon të bëshin bashkë francezë dhe britanik? Që ishin bashkë as në kohën kur i qe Britania e Madhe në BE-s ishin bashkë. Bëhen tani bashkë. Sepse kemi 3 armiq të përbashkët. Kinë, Rusia tani SBA. Që po kthehen në një armik të Evropës, që duan shpërbërjen e Evropës. Dokumenti strategjik amerikan që botua të premten e thotë qartë. Ne duam një Europë me vende të veçanta, ku të ketë parti të ekstremit djathtë, mos ketë më Bruxelles, mos ketë më Bashkuar. Është një luftë më mbi sot. Kush do mendonte sot që Evropa do ishte sot? Do bëhet sot një lloj kurbani i tyre 3 fuqive të mëdha. Dhe një herë Rusia, Amerikë dhe Kinë, por është një paradigmë e jashtëzakonshme. Që nga 1125, kush do mendonte? Jemi nga 2 anët Atlantikut, ai që na bashkonte më shumë, ishte vetëm aleanca ushtarake, po ishte edhe aleanca e sistemeve demokratike. Amerikanët janë europianë, europianët amerikanë, jemi demokrat. Si në të dokumenterit faqesh, ai t'i kthehet në këtë mënyrë, ai Donald Trump, në këtë mënyrë Europës, dhe mos thot asnjë fjalë për Rusinë. Kjo është armiku ynë përbashkët. Prandaj sot është një alarm i madh, sot duhet që dhe ne kjo do dalë nesër. Që të mbështetet Ukraina, të rrisë deri në fund fare, 2-3 vjet të paktën. Po këtë do dhe Trumpi, këtë thotë dhe Putini, që nëse këta europianë nuk dorëzohen sot, për 2 vjet Europa shpërbëhet sepse shpresojnë që të fillojë Le Peni në Francë. Do të krijohet pastaj një aks Washington, Parisi Le Penit, Budapesti Orbanit dhe Moskë. Kjo po luhet sot. Ndaj Europa u la edhe jashtë bisedimeve për këtë marrëveshje? Kujtojmë që nuk kishte të dërguar Europa në Florida. Po marrëveshje, po dhe në Alaskë. Pra që ka ardhur Trumpi, gjithmonë Europa ka qenë, që ka një vit i ka ardhur Trumpi, Europa është komplet e basalizuar. Trump respekton si punë e Putinit vetëm forcën. Ai na shef si një treg i madh, ku çesi produkte, ku të marrë kursimet europianëve, se sot Europa ka zona që ka kursime më të mëdha në botë, $40.000 miliard kursime.
Gjithë i lakmojnë. Të gjithë, Rus, Kinez, Amerikan. Shë dhe një luftë tregtare mbrapa. Mos harrohet. Andaj ai Evropën asë nuk asnjë fare. Dhe se priste që Evropë sot do të ishte kjo Evropë, do të ishte ai lloj gjëmbi që i pengon amerikanë dhe rusë që të bënin paqe në kurizën e Ukrainës. Dhe prandaj po tërborën amerikanët. Prandaj nxjerrin këtë dokument kaq fyes, kaq ofendues, që Evropa s'ka lëvizje fjalë. Japi Donald Trump leksione për demokraci e Evropës, kushtur. Jap Donald Trump leksione për censurën, në një kohë që sot ai shënëmegisht shumë gazeta, shumë media amerikane si woke, nga që s'mendojnë si Donald Trump, sot Evropa është në konflikt me amerikanët, siç është me rusët. Duhet kuptuar këtë. Nuk thuhet shumë qartë, por sot ka një urgjencë armatose e Evropës 2-3 vjet dhe mos kemi frikë më askënd në botë. Pse është sot fuqia më e madhe në botë Evropa, për sa i përket mjeteve financiare, mjeteve humane, ka më shumë banor në Evropë sa në Rusi apo dhe në Amerikë Bashkë. Është thjesht çështje kohe. Ndërkohë, nga gjithë kjo marrëveshje, kush po mundohet të përfitojë më shumë? Ti the në fillim që ka një aleancë mes SHBA-ve dhe Rusisë, por në fakt SHBA-ta apo Moska, cila është duke dashur të marrë përfitimet më të mëdha nga kjo marrëveshje? Para pash një Rusia që përfiton, sigurisht. E para Rusia, sepse edhe një herë, Rusia sot ka, sa bën ajo ushtria e madhe ruse, që Trump e respekton ka Rusin, së bëjnë 4 vjetë, dhe sa kanë marrë? Sa kanë ecur? Në Rusis të japi sot, Trump i jep sot Rusis, një pjesë të Ukrainës në pjetancë. I jep edhe territori që ajo si ka marrë me luftë. Sigurisht që e fituar Rusia, sepse në këtë rast, nëse arrit kjo paqe, me dhunë ndaj Ukrainës dhe Europianëve, kjo i lë kohë Rusisë dhe njëherë, po e them, që gjithë ato tanke, mjeto ushtarake, ti drejtojnë tjetër vende. Është si puna e klerit. Sot Rusia është bërë si Gjermania naziste, ekspansioniste, nuk ndalon në Ukrainë, nuk ndalon në Ukrainë. Të shkojnë ta pardje, ta rusët, kush dihet, të provokojnë dhe bazën më të rëndësishme ushtarake franceze me drone, baza më e rëndësishme ushtarake detare franceze ku strehohen në ndecet franceze që kanë bombat bërthamore. Uzojmë ta me kërësinë e Francës dhe ty të provokojmë, që është një fuqi bërthamore. Imagjinoni unë kur marrë punë Rusia me Ukrainën, do t'i shkel me këmbë vendet baltike, me këmbë do i shkel. Kjo Rusi nuk ndalon aty. Kjo Rusi ka thënë me kohë që shkatrimi i Bashkimit Sovjetik që një krim për Rusin të do Putini sot. Kontra riformoj Bashkimi Sovjetik, kërkon të shpërbëjë Evropën, të shpërbëjë NATO-n, me NATO-n po e arrin, bravo qoftë. Sot NATO është në një gjendje kome cerebrale. Sot vendi shtylli NATO sot që nuk i mbrojnë më, po e arrin. NATO-n po e shpërbëjnë. Tani kërkon të shpërbëjë dhe Europën, prandaj sot Europa, paktën ky është sot fjalimi, ky është sot autoritetet në Francë, mediat në Francë, sot është koha që europianët të mbledhin mendjen, të mbledhin veten dhe të organizojnë mbrojtjen e tyre. E qartë, Burime, faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit.